Policia e Durrësit zbardhi plotësisht dinamikën e atentatit mafioz që i mori jetën 29 vjeçarit Ermir Dedja një ditë më parë. Pamjet filmike dhe dëshmitë e personave të ndryshëm tregojnë se i riu është ndjekur për një kohë të gjatë dhe atentatorët kishin ndjeni të plotë mbi lëvizjet e tij. Ata zgjodhën të godisnin në një rrugicë lagje ku Ermir Dedja ishte më i ekspozuar. Autorët u afruan dhe e qelluan me breshëri, sapo ai kishte parkuar mjetin e tij dhe ndodhej në këmbë. Banorët e zonës e transportuan menjëherë në spital, por 29 vjeçari nuk i mbijetoi dot plagëve të rënda. Plumbat e Kalashnikovit prekën edhe qendrën shëndetësore që ndodhet pranë vendit të ngjarjes. Policia ndërkohë gjeti makinën e djegur të atentatorëve si dhe armën e krimit, por shpresat për të siguruar prova mbeten të pakta pasi gjithçka është shkrumbuar nga zjarri. 29 vjeçari Ermir Dedja me origjinë nga Shia, ku kishte jetuar kohët e fundit në Gjermani, ku besohet se ishte i përfshirë në veprimtari antiligjore, por nuk përjashtohet mundësia që ai të ketë qenë edhe pjesë e grupeve kriminale që veprojnë në Durrës.